أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, javën e kaluar fillum të flas diçka lidhe me disa përgëzime nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa vepra të mira që I bën besimtari, edhe Allahu xhaleshon në Kur'an tregon për ato vepra se çfarë përgëzime ka për besimtarët, edhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij. E javën e kaluar I përmendëm një 3 vepra të mira, e para ishte besimi dhe veprat e mira. Allahu xhaleshon thot në Kur'an: "Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat." Përgëzoj ata që besuan dhe bon vepra të mira, se ata do të kenë xhenete. E xhenete thanë për xhenetet, ne dimë se xheneti është një xhenet, por brenda xhenetit ka xhenete. Se ku thot pejgamberi alayhis salam, el jannatu jinan, xheneti është plot xhenete. Pra brenda xhenetit ka xhenete, si më thon bashkë të lloj-llojshme, ka një xhenet, besimtari ka një xhenet, gjithçka që ka në ta është prej arit. E ka një tjetër xhenet brenda xhenetit, I cili gjithçka që ka në ta është prej argjendit, e kështu me radhë. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, el jannatu jinan. Xheneti është xhenete, pra shumë xhenete, shumë kopshte. E për besimin dhe ata, për besimtarët dhe ata që bën vepra të mira, Allahu xhaleshani I përgëzon me çka me xhenet. Dhe folën për durimin dhe durimtarët, Allahu xhaleshani në Kur'an tham I përgëzon durimtarët, ku thot do që sprovojnë me lloj-lloj sprova në pasuri, në shëndet, në bereqete, bime, perime, gjithçka, thot o beshiri sabirin. Pra Allah xhaleshon po thot në Kur'an do që sprovoj me këtë dhe këtë dhe këtë, pastaj në fund ta jep thot o beshiri sabirin, përgëzoj durimtarët o Muhammed. Cil durimtar alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur I godet një sprovë thojnë ne jemi krijesat e Allahut dhe tek Allahu kemi mundësi me dhon llogari për të mirët e kësaj jete, apo për atë sprovën, për durimin, për të gjitha këto, do të japin llogari ditën e gjykimit. E për këta njerëz Allahu xhaleshon thot ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, thot të tillët janë ata që te Zoti I tyre kanë bekime dhe mëshirë, dhe të tillët janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Pra Allahu xhaleshon edhe na sprovon, edhe po na përgëzon me çfarë përgëzimi, se këta njerëz kanë mëshirë dhe bekime nga Allah Taala dhe janë të udhëzuar. Pra krijuesi jon I cili nuk ka nevojë për krijesat, nuk ka nevojë për sabrin tonë, durimin tonë, as për namaz, as për kur gjë. Ai po na sprovon dhe ai po na përgëzon. Se Allah xhaleshon kur e do robën e tij e sprovon. Pejgamberi alayhis salam thot: "Men yuridillahu bi khairan yusib min." Ku që don Allah të mirën e sprovon. E më të sprovuarit kush janë pejgamberët. Pastaj ata që janë pas pejgamberëve, njerëz të mirë, të devotshmit, evliya, të dashurit të Allahut, e kështu me radhë. Dhe tham se njeriu sprovon në bazë imanit të tij, në bazë bindjes të tij, besimit të tij. Pse? Sepse një besimtar me besim të dobët, që nuk ka shumë besimtar I fortë, me bëmu sprovuaj me sprovët e pejgamberëve, ai mund të ndoshta me deviju. Ka pasur raste për shembull në kohën e Omerit radiallahu anhu tregohet një rast, një njeri I cili ka qenë I pastër dhe ka qenë pak si mendje madh, nuk ka qenë modest, edhe duke bën tavafin një skllav, si më thon një rob, aty të pastrit ja shkelat, si më thon rrobët e tij, atë xhibën e tij që ka pas, edhe ja shkel gabimisht. Edhe që nga mendjemasia kur e sheh ky skllav më shkel edhe jam shon një shuplar. Edhe ky skllavi shkon në kohën e Omerit radiallahu anhu, ishte halife Omerit radiallahu anhu. Edhe kush është Omeri, halife I drejtë. Dhe shkon në kohën, atëherë Omer radiallahu anhu e thirr këtë person dhe I thot: "Pse ja kim shu thot mashkeli xhibën, thot po s'ka takutim ja
më shumë shuplau. Ta ka shkel gabimisht, ka kërku falje dhe kris, ka nevojë më mshu. E tash thot, sipas ligjit islam thot, tash kit duhet me ta kthiti të njëjtën. E ki nga mendjemasia thot kush kimi ma kthi mua, dikush jam unë njëri i pasur, mendje madhe se diçka, e ki as skllav, edhe largohet ke shkon në vend e Persisë, në Persinës shkon atje edhe largohet nga Islami. E len Islamin, largohet për Islamin, shka nga mendjemasia. Shejtani shka largoi nga mëshira e Allahut, shka largoi nga Islami, nga imani që ishte besimtar, ishte iblisi, shejtani, me lajk të adhuroj ka Allah. Çka largoi nga mëshira e Allahut? Mendjemasia. Kur i tha Allahu bani sejdë Ademit në shenjë respektit, ai tha, unë t'i bëj sejdë këtij, khalaqtu min turab, e ki kriju prej dhejut, e më ki kriju prej zjarrit, unë t'i bëj këtij sejdë, edhe Allah e largon nga mëshira e tij. Pse? Nga mendjemasia. E mendjemasia të çon në humbje, mendjemasia të çon në devijim. E për këtë Allah xhaleshani kur e do robën e tij e sprovon. Edhe mbas asaj sprovës, njeriu ngritet në gradat e larta te Allah subhanahu wa taala, apo ju fshihen, ju falen gjunat e tij. E treta folën për bamirësit dhe të drejtët. Se Allah xhaleshani përgëzon në Kur'an ata të cilët janë bamirës, të cilët e japin e shpërndajnë pasurinë e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi. Allah xhaleshani thot për këto, falahum ajruhum inda rabbihim, shpërblimi i tyre është tek Allahu. Wala khawfun alehim wala hum yahzanun, dhe ata për ta nuk ka as frikë as pikëllim. Pa shpërblim nga Allah subhanahu wa taala. E sonte vazhdojna me qira përgëzime për disa vepra tjera. Një prej tyre është modestia. Besimtar duhet të jetë modest, edhe pse është i pastër, edhe pse ka ndonjë post, edhe pse vjen prej ndonjë familje të njohur me pozitë të lartë, duhet të jetë modest. Pra bëhu modest e mos u bën mendjemal, se mendjemasia tham të çon në humbje, në devijim, në shkatërrim. Modestia, pejgamberët Allahu xhaleshan kanë qenë modest. Ne si shembull e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vulën gjithë pejgamberëve. Njeriu më i mirë, njeriu krijesa më e dashur e Allahut, njeriu me grada më të larta. Nuk ka krijesë si Muhammedi alayhis salam, por ai është shembull për modestinë. Ai ka qenë modest, edhe pse ka hipur mbi 7 qilla. Ka vizituar ato vende, ka inë në xhennet, e ka pa arshën, e ka pa kursin, e ka pa xhennetin, e ka pa shtaqet, e ka pa me lajt e Allahut, e ka pa Beitul Mamur, çka s'ka pa? Një pjesë të shkurtë të natës. Por kur u kthi në tokë, pra vazhdoi jetën e tij i thjesht. E thëjke, Allahumma ahini miskinen, o Zot më bën të jetoj miskin, pra i thjesht, modest, wa mitni miskinen, dhe më bën të vdes miskin, i thjesht, modest, wa ahyini ma fi zumratil masakin, dhe më ringjall në grupin e njerëzve që janë modesta të thjesht në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të thot, të bosh modest kur ki ndonjë post, kur ki pasuri, kur ki diçka të madhe, diçka që dallosh nga të tjerë, atëherë kërkohet modestia. Se ndonjëherë njeriu disa bon të thjesht, kur s'kan pasuri, nuk kanë ndonjë post, nuk kanë punë, edhe bon kështu miskin, adi modest, unë valla modest. Pak me bumja hip rrugën të puna, mine ndryshon e modestia. Bon, modest të jesh, kur i ki mundësi mu bon mendje madhe, me të mashru shejtani, që atëherë të bosh modest. Ne jetojmë në një botë që shpesh vlerëson krenarin dhe mendjemadhësien. Njerëzit e vlerësojnë, shumica njerëzve vlerësojnë të jenë të ndihen krenar, të ndihen mendjemadh. Ndoshta në shtëpi, kur është në vetmi, është shumë i thjesht, nuk i ka të fshar mundësitë mu krenu. Ama që në zemër, në gjak e ka mendjemadhësinë, ku dale jashtë nuk prek në tokë. Ku dale jashtë në rrugë ka shi njerëzve, bot krenar, ditë adi krenar para njerëzve. A në shpinë është nuk ka me hongër, nuk ka me pi, me zisi i del mujt në fund. E jemi të jetu në një kohë, apo në një botë, e cila botë, shumicën e rastë njerëz vlerëson me duke u krenuar, duke u bën mendje madh. Kurse Allah xhaleshan në Kur'an na mëson të kundërtën. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar të kundërtën. Në këtë botë jeto i thjesht. Sepse kush jeton i thjesht, Allahu e ngrit. Kush jeton modest këtë botë, Allahu e ngrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Men tawadha lillah rafa'a. Kush bëhet modest për Allah, në? Jo për diçka tjetër, për Allah, Allah e ngrit. Pra sa më modest është Allahu, Allahu xhaleshon të ngrit në gradat më të larta. E çka të ngrit Allahu, bosh i njohur në qiell, në vendbanimin e melajkeve, të njohin melajkat. Të bosh i dashur i Allahut, kur bosh i dashur i Allahut, atëra bosh i dashur i melajkeve. Kur bosh i dashur i melajkeve, ai dashurisë zbret në tokë dhe të dojnë njerëzit, të cilët janë të njëjtit rang. Evlia të dashur të Allahut të njohin dhe të dojnë, mosh i dashur i atyre. Allah xhaleshon në Kur'an pra na mëson të kundërtën e asaj që na i mëson kjo botë. Pra të jetojmë me krenari, të jetojmë me mendjemasi, pra na i mëson porosinë, e cila çelës për të ngritur në gradat e larta. Ndryshe nuk mundesh mu ngrit në gradat e larta, mu bëj dashur i Allahut apo evlia, nëse nuk je modest, nëse nuk bosh i thjesht. Dikush i ka dituri islame, njohuri fetare, islami ka këtë di. Ndoshta është edhe hafiz i Kuranit, por ndoshta është edhe hoxhima, por nëse nuk ka modesti, nuk është i thjesht, ai mbetet gjithmonë poshtë. A kur bosh modest, i thjesht, ki dituri, i kia të gjithë ato, të ngrit Allahun. Njerëzit të dojnë, njerëzit të respektojnë, bosh i dashur tek njerëzit e thjesht. Mos të bësh dallim mes njerëzve, mes xhamat. Për shembull, je hoxha, ki xhamatin, tan xhamat ki të pasur, ki të vafur, ki me punë, ki pa punë, ki të bar, ki të zi, ki çka mos në xhamat. Këtë lloj e njerëzve ki. A më të të janë të gjithë të barabartë. Allah xhaleshon çka thot? Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është ai i cili më i devotshëm. Tash mos e dalloj xhamatin, mi mor një ditë xhamat onësh, se i shef se mashallah të vinë pantollëve kanë kështu në mirë, kravatën, këmishën e bardhë, të rrumën drejtshëm me kështu, por mashallah, çto diçish mu shoshnu me këto. Ai fukaraja? Ai i cili është i thjesht, nuk i ka kushte atin, ata është me la anësha. Kur të bash dëni mledhim, dëni të bëjmë xhami, mi thirr vetëm ato që kanë parë, që i kanë kushte mira, e kishin nëse kemi një takim, ai fukaraja nëse vjen, nëse nuk vjen, bile më mirë, se mos na i prishë pak pamjen, ose na ketë me kravata. A pejgamberi alayhis salam nuk i bën këtë dallim sahabët e tij. Edhe pse kishte njerëz të varfër aty, po kishte të pasur sikur Abu Bekri, sikur Uthmani radhiyallahu anhuma. E shumë sahabë që ishin të pasur, por në mezhlisin e pejgamberit alayhis salam as mi që osjell ke pejgamberi alayhis salam me sahabët e tij, kre si cili sahabi mendoi se Muhamedi alayhis salam pejgamberi i Allahut mua të mdash më shumë se këtë tjetër. Çfarë mirë se asjell pejgamberi alayhis salam. Domethënë, jo kur e ka pa Abu Bekrin ndryshëm i bustjaj shtira, e kur e ka pa Bilalin më umror, pak se ki Bilali pak më i dop, më fukara. Apo Suhejbi apo ai tjetri. Jo. Saqë një ditë Amr ibn As e ndali kështu si veç pejgamberi alayhis salam mas një mezhlis, mas u krija mezhlise e neja. I tha pejgamberi Allahut, kanë do më shumë. A mu Abu Bekrin, pejgamberi alayhis salam thotë Abu Bekrin. Thotë mu Omerin, thotë Omerin. Thotë mu Uthmanin, thotë Uthman. Thotë edhe unë dalua, thotë Amr ibn As më shumë nuk e vejta më gat. Tash Amr ibn As jo se do ke më bë dikush te pejgamberi alayhis salam ta merr vendin e qerve, po as mi pejgamberi alayhis salam se astill me xhles, kur e ka shikuar ju ka bustjesh, në ftir pejgamberi alayhis salam me ftir të bustjeshur ja ka kshi Amr ibn Asin, Amr ibn As ka menuar se mu më shumë se këto qerta të ndash. A më të njëjtën e ka menduar ai tjetri, Abu Bekri, të njëjtën e ka menduar Bilali dhe Kret. Pse se pejgamberi alayhis salam kështu sjell me, nëse mundna me thonë, me xhamatin e vet, me shokët e vet. E nëse je hoxh, apo je mësues, apo je direktor, apo je kryetar, me popullin, me njerëzit e je shërbetori atyre. Nëse je kryetar një popull, ti je shërbetori atyre, duhet ta shërbesh atë popull. Të sillesh me të gjithë njëjtë, sepse ti duhet ta tregoj sjelljen tonë. Ti s'u klasifikon njerëzit këto, me këtë pasën sjellën ndryshe, me këtë doptin ndryshe, me këtë paralin ndryshe, me këtë ndryshe, nuk shkon ashtu në Islam. Në Islam ti duhesh me tregu sjelljen tonë, mu boj but me të gjithë, mu boj sjellshëm, me bustjesh me këtë, me këshillu të tjerë. Nëse të kërkojnë këshilla, ti këshillosh, e kështu me radhë. Ama nëse fillon ti ndash xhamatet, të ndash popullin tan, atë nuk i me pas sukses. Edhe nuk do ngritesh lart. E pejgamberi alayhis salam na mëson se men tawadha lillah rafa'a, kush bëhet modest,
i thjesht për Allahun, Allahu e ngrit. E nëse ngrit Allahu në gradat e larta, pastaj pak punash për njerëzit. E nëse mundohesh që njerëzit të ngriten e te Allahu mos jesh askushi, këtu është ai problemi i madh. Shiko kush jetë Allahu, jo kush jetë njerëzit. Shiko si ki me dhon llogaritë Allahu, jo se çka po thonë njerëzit për ti. Jo çka kanë me thonë njerëzit mbas të vdesësh, se kur vdesësh për këtë njerëz të i mirë atëherë. Kur i kanë gjallë, kanë të këshish, kanë forcë, kanë vizitu, kur vdesësh ai ki po, mashallah. Këtë të livdu, a kon njeri mirë, Zotë e moshu, këtë të fol mirë për ti. A kur i kanë gjallë s'kan fol. Sigura njëri kush shkoi te doktori, thonë doktor kam vdek. Kanë një shar humori, thotë doktor kam vdek, thotë shqipe ki vdek i që para mu, se jena të folë, po të shopë. Thonë që doktor kam vdek. Po ku për dive se ki vdek? Që i të folë me mu, që i këto në zirën të imi, të folë, jam të të prejki, të më po, të të po. Thotë që kam vdek, dikuj thotë, po pse ki vdek, shpe di se ki vdek? Thotë po ka njës me mdash këtë njerëzit. Ka dhe ishte mi gjujt njerëzit, dhe se njerëzit, ku të vdesë është dojnë kretëna. Edhe kjo thotë nëse me mdash njerëzit, e po më duke se kam vdek. E bëhu dikushit e Allah të kishe pozitë e lartë e Allah jo të njerëzit. Se automatikisht kur ki pozitë e lartë e Allah, gradat e lartë e Allah, atëra të njerëzit kanë me dash dhe ki mu ko i mirë. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, sikur Bilali për shembull, sa i ka qenë prej madhvafre, ka qenë skllave, ka qenë robe, ka hekshëm. Bilali, çka ngriti Bilalin sot e kësaj ditë në gati si të nderse përmendin Bilalin. Çka buni Bilal, çka të ngritet lart? A kishte parë? Jo, s'kishte. A kishte pozit? Nuk kishte pozit. A vinke për ndonjë familje, për ndonjë fisti të njohur? Nuk kishte. E çka ngriti Bilalin? Po Bilali ngriti fjalën la ilaha illallah. Bilali ngriti fjalën Allahu Akbar. Apo ahadun ahad, fjalën ahad, që Allahu është një. Ishte këmbgulës në besimin e tij. E kush ngriti Bilal? Ngriti kjo. Nuk e ngriti pasuria. As pozit, as kur gjë, e ngriti Islami saj, e ngriti Islamin, e Islami ngriti Bilalin. Edhe ne, nëse na mundojmë të ngritmi Islamin, Islamin na ngrit. A nëse na mundojmë të ngritmi në përmjet Islamit, me mos si arsi Islami, më shem as Islami për mi arrit disa qëllime tona, vallahi nuk i më ngrit as donjë pas në ahiret. Kur vdesësh harrosh, Bilali mas 1400 vetëve përmendni. Muezini pejgamberit alayhis salam. E për këtë bëhu i thjesht, bëhu modest, se shpërblimi të Allah që është, ngritesh në gradat të larta. Men tawadha lillah rafa'a. Kush bëhet modest për Allahun, Allahu do ta ngritë. Krenaria të rëzon për tokë të shrin, nëse bësh krenar, mendjema, nëse krenosh me diçka tjetër përveç Islamit. Omer radiallahu anhu thot: "Nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam." Ne jemi një popull që Allah na ka ngrit, na ka bën krenar me çka me Islam. Pra ne krenohemi Islamin ton. Se në Islam ndonjëherë është e lejueshme, nëse mujna mi thonë mendjemasia apo krenaria, mu krenu për atinve njerëz që e shohin vetë si mendjemlloj. Para popullit bën mendjema, e kia drejta karshjatitit të bësh krenar. Mos ta ulesh veten me qirë të bosh i buti thjesht, a më kërtashesh një mendje madh, i cili shtyp njerëz të dopt, i cili bën mendje madh dhe krenar, ndit krenar me aq që e ka me pasurinë, këto në Islam lejohet para ti të ndihesh ti krenar. Am jo të ndihesh krenar para të varfrit, para nevojtar, para ndonjë të sëmurë të kështu me radhë, me atë duhesh më kujt thjesht. Ama karshjati mendje madhit gjithmonë rri krenar. Para jo muslimanit ndijo krenar se je musliman. Krenarin më të madhe e kia se je musliman. E thot Omer radiallahu anhu, thot ne jemi një popull që Allah na ngriti, ne ndihmi krenar me çka me Islam. E nëse kërkojmë krenari tjetër, atëherë Allah do të na ulë. Këta shumejti Muhammed alayhis salam, çfarë gjendje jemi sot ne? Jemi, si thamë sondesh në xhumos, zonis nuk na ndihet. Ndodh shka ndodh me musliman, 2 miliard musliman jemi, atë ndodh shka ndodh musliman, zoni nuk na ndihet. Po edhe nëse ngrit me zonin kërkushis të një. Pse? Se jemi pak si poshtë. Pse jemi si poshtë? Dashuria dënjas, urrejtja e vdekjes. Nuk duj me prish ratin to. Unë si hoq në ashta, po tjetëri, të mba diçka. Po si të folin në gjumon hitbe diçka për Palestinën, shka bëndohë musliman,
pa më ki nesër, më mshilin xhamia, nështë më kthejnë vendligje, mi prishin letën, prishet ratia, më kthea gjën vendligje, s'kam punë, s'kam rrugë, s'kam mat, ku dani kreta të këshillit para sinjve, çka thot, pa mi për mshilin. Po dha që të çashton me bon, edhe që të ban çashtone, e kush do të folë? Kush do të folë? E për këtë, nëse ndihemi krenar me diçka tjetër përveç Islamit, Allah xhalesha na sjell në një pozitë shumë të ulët. Kështu ka thonë Omeri radhiyallahu anhu. Pra krenaria të rëzon e për ulësia apo modestia të ngrit. Allahu i do ata që nuk e shohin veten mbi të tjerat, por janë të thjeshtë dhe me zemër të butë. Me vepru siç ka vepruar pejgamberi alayhis salam, siç kanë vepruar sahabët e pejgamberit alayhis salam, njerëz të thjeshtë modest, po e përhapën Islamin anë mban botës. Kur ishte në piqe Islami, kur ishte në piqe ligjet e Allahut, kur ishin ligje kufit e Islamit, ato më nuk e njëshin askanin. Ama mes shokët e vetë, me muslimant, janë konë të thjesht, kanë qenë të butë dhe asë njerë nuk e në kanë di vetën krenar. Njerë dikush i tha, më zgabosha Muadh ibn Jabeli, i tha njerë Bilal Habeshijot, i tha oj birit zezës. Bilali ishte prej Etopis, ishte i zi. E ke sahabi i tha oj birit zezës. Bilali aq fort u prek, si me thonë ju thi zemra, edhe shkoj u anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o pejgamberi Allah filoni më tha oj birit zezës. A nuk e ka shoh diçka ashtu si çka shohin me sot na di fjalë moshka si drona stoka. Po i tha veç oj birit zezës. Pejgamberi alaihi wasallam më njerë ngritë dhe shkon. Thotë hala me atë punë, me veprat e ignorancës, xahiliyetit, mu ofendu kështu me zveti, me jo i zi, jo i bar, jo kështu jashtu, thotë unë duke qenë mesin e juve, atëherë Muadh ibn Jabeli ndiq shumë keq, edhe shkon te Bilal Habeshiu, i ulet përpara, e nën ftyrën e tij në tokë, thotë o Bilal, thotë shkelëm ftyrë. Çfarë se ndiq keq? Fal me o Bilal dhe shkelëm ftyrë. E tash Bilali a shfrytëzoi rastin në moment me thonë, merr tash ka. E që tash i kallzon e këtij, na jo. Ul Bilali e kapi, u ngrit dhe puthi mball dhe i tha, vallahi nuk e shkel një ftyrë cila i bën thjesht dhe Allah subhanahu wa taala. Herë shonca, bën çka dosh, o Bilal, çe, shkelëm. Ja tha nuk e shkel një ftyrë e cila i bën thjesht dhe Allah subhanahu wa taala. E besimtar nuk duhet të shfrytëzon momente dhe rastet për me kthie dikujt. Fal për Allah subhanahu wa taala nëse don Allah me të fal. Pra aq sa më shumë të përulesh, aq më shumë të ngran Allah subhanahu wa taala. Një prej veprave të mira për të cilën ka përgëzime është ata që falin dhe janë të butë. Allah xhaleshan thot femen afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. E kush fal e bën pajtim mes njerëzve, shpërblimi i tij është tek Allahu. Pra Allah xhaleshan me çka përgëzon me shpërblim te Allahu. Do të thonë ka shpërblim të madh. Kur nuk e tregon Allah shpërblimin se çfarë shpërblimi është, do të thonë shpërblimi i madh. Të falësh. Me një hadith ku si Allah xhaleshan thot, o biri Ademit, fal nëse do me të falë Allahu. Jep nëse do me dhon Allahu. Mëshiro nëse do me të mëshiru Allahu. Pra ti këto vepra, këto sjellje të mira që i bën ti, i bën për vetveten tonë. Nëse e fal dikonin, Allah ti ka me të fal. Nëse janë mbulon të mejtët vëllait tan musliman, Allah ka me të mbulon të mejtën ditën e gjykimit. Çka nëse ti as mbulon të mejtët vëllait tan para një 15 vetëve, hajë 100 vetëve. Po mendojnë ditën e gjykimit ku zbulon ti të mejtët e tua para miliarda njerëzve. Cilla është më e rëndë? A para 100 vetëve, a para miliarda njerëzve, ditën e gjykimit. Kur a ditë më nuk ka më shpëtim me njoftësi e me pasuri e me diçka, a ditë zbulot edhe mjafton që ajo si me ndi vetën si keq. Në siklet madhi e para miliarda njerëzve ti më të zbuluj një emejt, një gjunjat që e ki bon dikon që s'ka pa kërkushi. E kur zbulot atë në ditën e gjykimit, ta shofin krejt ato krijesën se çfarë keq e ki bon. E mbulejat mejtët vllatan musliman, Allah xhaleshanu ti mbulon të mejtët tua në ditën e gjykimit. Fal për Allahun nëse don Allah me të fal. Falja është një vepër që kërkon zemër të madhe. Nuk ka as bashkollaj me fal, a di tash dikush me të ofendu, apo dikush ta bën një të keqe me të vjedh pasurinë apo me të bën ndonjë dëm, e bash me një herë me afal, nuk është edhe lehtë. Am për dikon është lehtë, ku ja ka lecu Allahu. Allah diku ja ka lecu. Çka ka lecu? Ja bën një të keqe me një herë ta fal.
Sa se ka dirën e dunjas. Ai nuk e ka në këtë dunjë më mor me kësaj, jo po ja kthej, jo më kthej, jo po ja bën, jo ja bëna. Ai ta fal se do me përgatit bagazhin për në botën e ardhshme. Edhe kërkon faljen e Allahut. Sa më shumë ti falësh krijesat njerëzit, Allahu të fal. Pra fal o i biri Ademi nëse do me të falë Allahu. E kjo kërkon zemër të madhe me pas. Dhe me thonë zemrën e gjanë me pas për me falti. Të këshish dikush i shtremt, puna madhe. A të bon diçka dama, ta hik në pjesë trupit aty çaj, kur vetëm të mshiri shtremt. Puna madhe. Filoni më kaputi rrugën apo në fishloj apo i livriti diçish buzë për të kerrë vend, duket më tha diçka. Po puna madhe. Ti s'bën kur gjon dam, nëse i ka bën dam, i ka bën vetvete. A më nëbomë nga si kur Zejnë el-Abidin, kur dikush në treg e ka shah, këj s'ja ka nuk vejshin, aje e shan, aje s'ja nuk vejshin, dikush shkon ke pimas e ka optët, o filan, ti jam të shah, thot pëllon, po jam të mos sikur se nuk ni. Edhe shkon të shpija, natën, shkon të shpija tina, i troken dirë, ku e qirë dirë, naj ku peshe ki filoni për parën, e kam shatë të ditën, kim ka orë të shpija, thot o filan, thot o lavjam. Thot sunneta rahat e shtëpia, së mëzik e gjumi, u kujtosh nëse po të vjen vdekja, e ti po shkon me qatë gjunojnë që kanë kisha, thot, pendote Allah, unë ta kam fal, po kërko pendim, faljet e Allahun. Se nashta të vjen vdekja, shkon vdes me qatë gjuna. E para me në me të ardi kur që shon të shtëpia me ta bo, a ka shon si mos mu pendu të na, mos me ja fala? Na, që këta më le bojna. Me shku dikujt të shtëpia me thonë i sot në kisha, erdha, po ta fali, po ti kërko faljet e Allahut. Ka njëherë, të i bana ki 10-50 herë, mësat mush, shka të dish fjallë, më të kish nga një këta në kret. E nuk i takon muslimon ishtë në tjetë, muslimon duhet me falë. Po vojgjë shumë kollaj për bënio me falë. Po qish me ja falë, se po të vlon gjak e shejtani. Po që atëra që falësh. Që atëra ta kundështojsh nefsin tanë, ta kundështojsh shejtanin. Edhe të falësh për Allahun. Pejgamberi alayhis salam, veç imagjinove pejgamberi alayhis salam çka i kanë bën në Mekë. E larguan prej Mekës, ja maltretuan shok, janë bitën shok. Po çmos i than ti je gënjeshtar, ti je magjistar, ti je i sëmur, ti je çka mos i than, më të afërmit e vet. E larguan prej vendit më të dashur Mekës. Kur dol prej Mekës u kthi, pra me not, kthehesh ta shikoj Mekën, edhe ka e vogël Mekë atë. E ka shir Mekën e ka thonë, oj Mekë. Thot vallahi jetu ka me dashur te Allahu dhe te one. Sigur mos të më kishin largu populli jot, kur s'isha largu prej teje. Edhe shkoj në Medinë. Mas 8 vete ku kthin Mekë me shliru Mekën me 10.000 ushtar. Edhe çka i tha popullit vet? Thot çka mendoni ta, çka kam bëu me juve? Ato i thanë Antel Kerim ibn Kerim, thot i e bujar i biri bujar, në fillim ta lëvdojnë pejgamberin alayhis salam. Çka tha? Idhhabu fantum tulaqa. Thë shkoni se një të lirë. A kish mujt me bon që mos, atë kish mujt me bon. E çka e pengoj pejgamberin alayhis salam, mos më jap thia atë, çka e pengoj? Kur gjon se pengoj. E çka ndali butësia ti, mëshirja ti, falja ti. Ti fale njerëzit, ai nuk ishte për me pres, s'ka ardhur pejgamberi s'na me prej me mbit njerëz. Ai ka ardhur njerëzit me udhëzu në rrugën e drejtë. Ai ka ardhur njerëzit me eduku me edukatën islame. Ai ka ardhur njerëzit me u kallëzu se çka është haki muslimon ndaj muslimonit, çka është e drejta e kujshies, çka është drejta e atina, çka është drejta e atij tjetër. Për të sejnë ka ardhur që mësoj besimin e vërtet, rrugën e vërtet, të besojnë në një Zot, mos ta besojnë gurin, mos ta besojnë drunin, mos ta besojnë kafshën, kujt diçka, po ta besojnë krijuesin e tinve, furnizuesin e tinve, i cili është Allah. Edhe ti mvesh ato me një moral islam të jetojnë të lumtur në dunjë dhe në ahiret. Edhe nuk ja u kthej dikush ta shkoni se jeni të lirë. Në rastin kur mundesh me bën diçka të falësh, kur mundesh diçka me bën ti moshirosh njerëzit. Jo kur nuk mundesh. Se nuk është atëre të fal prej zorit. E të falësh për çka? Për Allah subhanahu wa taala. Sepse kjo kërkon zemër të gjan për me fal. A ki pa të na përdojnë fjalën filoni shumë zemër gjan. Ma e zemrën gjan e ka xhanude që shka ka dalë, si ka ardhur për një herë. Nëse metaforë se zemra se ka gjan. Por bash shumë, duron shumë dhe fal shumë për Allahun. E kjo çka kërkon? Kjo kërkon ushtim, kada një herë, dikujt nisen më të vol me fal, ta ty rrit, ta na mo bën këtë normale me thosh ka me të bën. Unë njoh disa njerëz vallahi që të shih këtë bustjesh, mbarakin 100.000 gajli ka, çka si thoj njerëz vesh tu kesh rri. Smërzitë thjesht.
Çka se po ta thot një fjalë të keqe, ai vetes i ban keq. Bile kapi atinve ju dhimbët ai personi që po ofendon e shkon i thotë ban betove, ban istighfar të Zotit, falo, kërko falje te Allahu. Çase janë të ditë njerëz të butë, zemërgjon janë, ju dhimbët edhe ai mos nesër mos djegan zjarmin e xhenemit. Ose i ka pak. Kur e fal dikën që të ka bën keq, Allah për këtë shpërblen. Po ti e fal dikonin, Allah ti të shpërblen. Shpërblim të mëdhoja, edhe të falti. Edhe kjo sjellje, falja, çka sjell tek njerëzit, sjell paqë në zemër e atij personi dhe në shoqëri. Po sa më shumë të falmi, unë e fal ti fal mua, që ti e fal atij, tu fal mes veti gabimet e problemet që i kemi, çka sjell të në shoqëri, sjell paqë. Ama nëse nuk ja fal, lind problemet, me mur hak ishe, jam me mur hak të filoni, priti pastaj problemet, gjakderdhjet, e priti vllaznia mos me fol mes veti, fëmija mos me fol me prindit, burri me gruin, e kështu me radhë, siç janë të ndodhur shumicën e vendeve. E kish vra filonin, e ka vra gruin, e në fund e ka vra veten e tij. Për Islam zban as ajo as kjo. Po tradhtia, po ti si e halifa, si shteti islami me bën këto punë, tash ti thoj kush muj me vra. Se tash e kanë rënë fije njerëzit, pe vre. Ai banva ki gruaja ka zbuluar se ki atë tradhtuar, ki ai ta vraset se populli jon minar thonë, po ja ka tradhtuar, për çfarë e vrajti. Gjithmonë faja sajna. Kur fajt e burrët. Gruaja nëse ban diçka, duhet mu vra, mu mite kuj diçka, burri nëse ban normale, burri. E pse burri normale kana? Pa nëse e gruaja ka tradhtuar me dikan, nëse për ti është normale, pa ta kana ku normale për aq të në burr që E nuk shumë shtone. Falë për Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu të falë ti. Mëse merë më njerë mu hakmore, me vrat njërën, me mbit njërën, me mbit vetë vetën, me mbit edhe fëmijët, dikush në përshë këtë familjes, shkas për lezojna. Komplet familjen, me gruje, me fëmijën në fund vetë vetës. Hadi me të regu lloj burnie, nuk ka burnia jo. Nuk ka është burnia jo. Burnia është të falësh për Allah subhanahu wa ta'ala. Mos të falësh, të falësh sepse kjo është burnia. Burrët e mëdhoj, muslimanët e vërtet ato falin. Ata të cilët nuk janë burra, ata të cilët nuk kanë besim të fortë, ato nuk falin. Pse? Se nuk e dinë as çka është përbimi i faljes. Ai i cili është burr, ai i cili është besimtar i sinqert, i devotshëm dhe i mirë, ai e din çka është përbimi i faljes. Edhe për këtë fal për Allah subhanahu wa taala, nuk fal për frikë. Pejgamberi alayhis salam thot leysa man yaqta'u turuqan batala, nuk ka shtrim ai i cili ja u pret rrugën njerëzve, inma man yattaqillaha al-batal, por kush i ka frikë Allahut, ai është ai i trimi. Nuk ka shtrim ai kush mu i bum atje, bum atina, bum këtina, tha këtë tha, mashallah, ki është në mahall kur kush zonso bi banke. Sa shtrimia ja. Trimia është kush i ka frikë Allahut. Ti kishe frikë Allahut, edhe nëse mund më ja kthi, mos ja kthesh. Sepse mërzitja dhe hakmorja çka bojnë? Zemrën e ngushtojnë. Pse e ngushtojnë zemrën? Se gjithmonë derisa t'ja kthesh atinat, çka ta ka bën një të keqe, derisa t'ja kthesh një të keqe, zemra ka është e okupuar, është e zënt me çaj. E në stop, nuk zënt gjumi, nuk të hat buka, nuk thrit me shoshni, nuk rrit me gjithçish me arthi, çish t'ja bën, çka t'ja bën, e në fund ja bën, çka bën, e prish jetën tonë. Haj që e vrajte, shkuem në burg, familjen, kush kujdes për fëmijët e to, për gruin tonë. Haj që në burg, nashta ku dish prej burgit, nuk i konshëm i kesh, por ku dish prej burgit bosh mangupi më i madh na, se çka s'kim mësua që kënit me çllë njëri. Edhe zemra do të thonë është e zënë gjithmonë me çat hakmarrjen. A nëse fal për Allah, shpesh e kam përmend se çfarë dallimi ka që ja falësh dikujt për Allah e që ja falësh dikujt prej tutës. Kur ja fal dikujt prej tutës, ta ka po dikush një të keqe në rrugë, edhe ta është e shef, mashallah, ke i madh, në shtëpi ka një 6-7 vllazni tjerë, është për një familjes të madhe, unë këto zvitrën jam vet, mi kam do të daj, do të çati po pakis jemi, po këto jam familja madhe. Po ta falje. Atë e hunshkinë kisha ja falë. A më çaj në zemër tan jetën ka me të mejt. E jetën e sa më mirë me familjen tonë dikon pushim, këtu keq të asaj, të kujtohet ajo, edhe më në rolesh. Pse be mësën ja falat, pse së nja bona, pse së nja ktheja, pse së ju hakmurra e kështone, edhe të hana e diçka, familja që u dhe mi, be baba dhe ishtë ashtë, ka të nejtë mi të kesh, ashtë ke gjithë baba, shka i ndodhi.
i ka ndosur ju ka kujtuar ajo se s'ja ka fal për Allah. E ka halon zemrat hakmarrjen. A mos po di ç'më ja bën. A kur e fal për Allah dikonit, ta ka bën një të keqe, edhe ja fal sinqerisht për Allah, ai më fshihet prej zemrës, më kur tani jetën nuk kujtohet. E që është ai dallimi t'ia falësh dikujt për Allah dhe dikujt t'ia falësh prej tutës. Kjo prej tutës nuk të rahat tani jetën. A kur t'ia falësh për Allah, tani jetën i je rahat. E për këtë mërzitja dhe hakmarrja zemrën e bojnë të jetë e zënë gjithmonë me atë hakmarrjen, kurse falja e liron, e shliron zemrën. E bën të lirë, të jetojë e lumtur. Pra njeriu është i fortë kur fal, jo kur hakmerret. A fjala mes ne muslimanëve asitën, nëse puna për diçka sikur apo ndodh në Palestinë asaj tash, nuk do të ato palestinez të punojnë me çket me thonë diçka, na po falmi. Ne kanë mi 70.000 po na po falmi, na po rrinë atë but, na po rrinë atë qetë aty, po falmi. Jo, atje ato po hakmerren. E nëse nuk mujnë ato me bon diçka, nëse mujnë bon diçka që Allahu ja ka thua tinve një fshar zjarmi që sum pendalin, inshallah zdal deri në fund. Ku të farosët i fundi prej tinve. Se boll fëmijë, ja disha të më 20 fëmijë me mi. 20 fëmijë me mi, një me mi, dia 3 me mi, që na për Evropë ndodh një fëmijë me bom ndodh dikush me kerr me shkel gabim. Priti gazetë, lajmet e senës, çka kish bën filani, edhe të kshi, nëse je musliman që jesin terrorist, nëse si je musliman që jesin ismuti shka. Da i Francë kishin në xhami, e kam miq njëri të fal atë, seri kisha me thënja 50 herë kujt diçka. E jo terrorist ai, islamofob. E pse s'po përdor fjalën terrorist tonë? Me një musliman që e me bon diçka, mi ra dikuj në shuplak, në lajme me një alder terrorist, një terrorist musliman i ra filanit. Çfarë botë mashtruese të rrejshme në të jetu, çfarë kohet rrejshëm, ja të tregoj njerëz janë me shkollë, janë njerëz diplomat, janë njerëz aty i kuptojnë senat. Vallahi kur gjon e kuptojnë. Janë njerëz të ult, njerëz pa vlerë, sepse kështu i vlerësoj njerëz. Është musliman terrorist. Nuk është musliman ja i smut psikikisht, ja islamofob, ja diçka, ja thoi një fjalë pak më të butë, ama nuk i thojnë terrorist. Në Palestinë, palestinezët janë të thonë terrorista, 70.000 vete, sa janë 50.000, 60.000 sa janë bon, hala bota i llogarit terrorista. Ai që diçka mit fëmijë është i fëmijëve, 2 muaj, 3 muaj, bebe është hala, fosh një hala vol, e mbit me granata, me çka mos, edhe ai terrorist po den. Valla është për të çudit. Mbrapsh, këtë se janë të shku kështu prap atë. Prej përgëzimeve që na përgëzon Allah xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam është ata të cilët sjellën mirë me prindërit. Çfarë problemi kanë? Allah xhaleshanuhu në Kur'an na thot për prindërit, për respekt ndaj prindërit, thot mos ju thuaj as fjalën uf. Dishkronja, uf. As çiket mos ja thon. Mos ja thuaj. Para më ndonjë fjalit madhe të gatës që e bojnë. Ajo la ma heq. Dhe pejgamberi alayhis salam thot ridallahi fi ridal walidain. Miratimi i Allahut, razia e Allahut është në pëlqimin e prindërve. Nëse prindërit janë razim me ti, edhe Allah është razim me ti. Nëse prindërit janë të kënaqur me ti, edhe miratimi i Allahut është me ti. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Nëse dënimi i Allahut është në hidhërimin e prindërve. Nëse prindërit janë të hidhëruar me ti, të pra dënimi i Allahut. Edhe një është prej gjunoheve të cilët dënimi i tyre, i këtij gjunohe shpejtohet edhe prej kësaj bote. Në më thonë, mos respekti ndaj prindërve, përveç gjunohet në ahiret që të pret, nëse nuk pendohesh dhe nuk ta falë Allah, nuk ta falin prindit, nuk janë pastaj prindit me razi me ti dhe vdes me qatë, përveç dënimit në atë botë, këtë dënim në këtë botë. Sa ka raste, me lexu historinë se çka ka ndodhur, mos respekti ndaj prindërve, çfarë dënimi kanë pas prej kësaj bote. Në botën e ardhshme i pret edhe dënimi edhe më i madh. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, miratimi i Allahut, razia e Allahut ndaj një personi është kur nëse prindërit janë razim me ta. E dënimi i Allahut ndaj një personi është nëse prindërit janë të hidhëruar me atë fëmijën. E sot çka shohmi, çka snina, çka lexojna, lidhe me respekt me prindërit, nuk e di vëllat me himin e shtëpi, nuk e di kush është prindi, kush është fëmia. Në rrugë nuk e di kush është baba, kush është djali, kush është nona, kush është çika.
Kush janë të dhënë urdhër këto, kush është mbreti këto, kush është shërbetori këto ne. Urdhër ja fëmia e prindit duhet ta krinë atë urdhërin. Fëmia është mbreti, nona e babait duhet të jetë shërbetor. Shasiko jemi të jetu. Fëmia, çohet fëmia i madh i shëndosh me gjitha të mirët, me qunë nonën. Sa do kohë në qetë nona, çfarë do moshën e qetë, 25 veta, 30, 50, 60, i thonë që moshën një gotë ujë. Që bëmi që ato, a mi kifshin kundët, a me ke bon gati, mbreti, mbretër, e nona shërbetore, baba shërbetore. E kjo vjen këtë prej mos edukatës islame. Tash, jo se për japmi drejt akti fëmijë mos të ishtë me prindër, po pak kanë shetë fajet e prindër. Se kur nuk e edukon fëmijën me edukatë islame, kur nuk e rrit në frymën islame, kur nuk e mëson sjelljet e islamit, a nesër kur të rria sjelljen edukatën ka marrë prej Facebookit, prej internetit. Si të shek të tjerë që është e bënë të njëjtën. Allah Gjeleshana ka ndalu rrëtësisht që prindërve mos me thas of, edhe nëse nuk është musliman, do është të respektoj si prind, ajo është prindi jotë. A është musliman, nuk ka musliman, prind e kije, non e kije, bab e kije. Po ban gjunohe, për gjunohet ka ku ja pa i llogari, si te ai që do ti me dhon llogari, e shka ki pse ban ai gjunohet tashun e shes si ka mos sill me ta. Jo ti sill si prind, e për gjunohet këshilloj nëse mund me këshillu. Nëse nuk e pranon, ka ku me dhon llogari, ama te mos u ban i kesh ndaj sajna. Sillu me sill më të mirë. Ebu Hurajra radiallahu anhu, e keni dëgjuar historinë e nonës së tij se e ka pranuar Islamin. Edhe shumë fort e ka dashur nonën e Ebu Hurajra, shumë. Bile të regoni Ibn Sirini, radiallahu anhu, një prej tabeinëve, thot një natë shkuam te Ebu Hurajra, dhe Ebu Hurajra tha u lut kemi një lutje, dhe o Zot, fale Ebu Hurajrën, nonën e Ebu Hurajrës, dhe ato që lutën për Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra lutë shumë, ka thonë, o Zot, fale Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës dhe ata që lutën për Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës. Edhe Ibn Sirini thot prej asaj natë kur e kam ndëgjuar këtë lutje për Ebu Hurajrës, thot vazhdimisht kur lutna për Ebu Hurajrën dhe për nonën e Ebu Hurajrës që të mroke mu lutja e Ebu Hurajrës. Sa tha Ebu Hurajra, o Zot, fali edhe ato që lutën për neve. Domethënë tash kushdo që lutë për Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës, edhe Ebu Hurajra kush ka qenë? Prej sahabëve të mëdhenj, prej transmetuesve më shumë që ka transmetuar hadithe, shoku i pejgamberit alayhis salam. Domethënë, a komplet atij që ku pranon është edhe lutja, e tash aja lut për ne, nëse lutesh o Zot, fale Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës, lutja e Ebu Hurajrës ka u pranuar për ti, domethënë Zoti ka me të falë ti. E Ebu Hurajra thot një ditë shkua te shtëpia, tha nëna ime tha një fjalë shëmtron për Muhamedit alayhis salam, për pejgamberin e Allahut. Tash non, çka ti boje? Mi mshu. Me kundërshtu diçka mi thon diçka. Thotë çash pi mërzije se Ebu Hurajra dur prej shtëpisë shkoi të qajtë pejgamberit alayhis salam. Thotë pejgamberi Allah. Thotë vallahi thot nëna ime se ka thonë një fjalë shëmtron me për ti. Se s'pata çka mi bën, non e ka. O pejgamberi Allah, lutë be Zotit ta udhëzon. Lutë Zotit ta udhëzon. E thot pejgamberi alayhis salam, o Zot, udhëzoj nonën e Ebu Hurajrës. Edhe Ebu Hurajra që është i mërzitshëm krinte poshtë te shtëpia. Kur rrin te shtëpia, e shef dinë shtëpisë qel. Edhe hi frika, di tuta mos ka ndodhur diçka te shtëpia vetë, dera qel nona mrenda se, e thotë në vetë ato Ebu Hurajra thot prit veç pak mos hen. Se a kon tu pastru. Edhe del pasaj nona Ebu Hurajrës veshët, edhe e thot dëshminë para Ebu Hurajrës, thot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dhe pranon Islamin. Ebu Hurajra çish ka i mërzitshëm me ato lotë me kret, ndryshoi shumë komplet. Apet e pejgamberit alayhis salam. Me gzim o pejgamberi Allah thot e pranoi Islamin nona ime. O zoj Allahu nonën time, o pejgamberi Allah. Thot o pejgamberi Allah, lutë Zotin që unë nëna ime të bën të dashur të muslimanët, të besimtarët. E pejgamberi alayhis salam lutë thot o Zot, ban Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajrës të dashur të ummeti jam të muslimanët. E sot kush do që ndëgjon për Ebu Hurajrën, kush e njeh Ebu Hurajrën, se disa sa dojnë pejgamberin alayhis salam i thotë vetë muslimanë s'do më ni për Muhamedit alayhis salam, po e kanë fjalën për musliman që i kanë pak frikë Allahut, që e njohin pak sahabët, vlerën e sahabëve, kush dëgjon për Ebu Hurajrën, ku di, është një çfarë knasie ndin rëndësinë tonë Ebu Hurajra.
Edhe pse vetëm 3 vjet e ka shoqëruar pejgamberin alayhis salam, ama 3 vjet non stop e ka shoqëruar pejgamberin alayhis salam. Edhe disa që akuzojnë Ebu Hurajra thonë, po prej ka Ebu Hurajra 3 vjet më ka nejtë me pejgamberin alayhis salam, ka transmetuar më shumë hadithe se sa disa sahabe që kanë nejtë 23 vjet e 30 vjet me pejgamberin alayhis salam. Pse ke pika? Po tregon vetë Ebu Hurajra, thotë ju po më akuzoni pse unë po transmetoj shumë hadithe për pejgamberin alayhis salam. Edhe pse kam shoqëruar veç par, thotë po një ditë prej ditës pejgamberi alayhis salam xhibën e tij, teshën e tij e shtroi në tokë, tha kush po ulet në të, edhe Allah xheleshanu ja përmend disa të mira, 7 mira ka me pas, një prej atyre çka dëgjoi ka më mësuar mi majt mend edhe kjo lutje pejgamberit alayhis salam qelloi te kush te Ebu Hurajra, se Ebu Hurajra ul në teshën në rrugën e pejgamberit alayhis salam edhe u pranu lutja pejgamberit alayhis salam, edhe çka ka dëgju, tani Ebu Hurajra s'ka pas biznise, punë, mu mor me tregti, e shkon në Sham, e shkon në Yemen, e shkon atje non stop 3 vjet apo 3 vjet non stop me pejgamberin alayhis salam e ka shoqëruar. Do të thonë vetë gjumi çka i ka dha. E çka kanë dëgju, pastaj ka transmetuar qiellve. E do të thonë është një prej transmetuesve më shumë që ka transmetuar hadithe të pejgamberit alayhis salam. Ama ata që akuzojnë Ebu Hurajrën, ato që tërkojnë kanë qëllimin, se nëse na nuk mormi hadithet të pejgamberit alayhis salam, do të thonë me qindra hadithe po duhet na milion onësh. E nëse e lënë onësh që këta hadithe gjysmën e Islamit e lavet e onësh. Ama këto se punojnë këto me i kanë të taktike si punojnë. Njëherë Ebu Hurajrën. Të prit Ebu Hurajra kalon dënën te Buhariu. Çish mi mor në hadithe e Buharit ai 200 vjet mas pejgamberit alayhis salam ka, si mi besu në atina. E çish mos i besu atij me besu ti mas 1400 vjetve. Ti po thu mos i besoj Ebu Hurajras, mas 1200 vjetve. Çish ti me besu mos i besu Buhariu. Për Buharin kanë fol dietar se kush ka qenë Buhariu. Çfarë dietar ka qenë, çfarë hafidhi i haditheve ka qenë. I ka di gjithë ato hadithe për mes. Ama po çish ka mujt ai nat ku më mësu gjithë ato hadithe, po ka mujt. Ka pas bereqet, ai ka udhtu, ai s'ka nejt në nërhi, ai nuk ka nejt në klimë, ai nuk ka shkuar në pushim deti ka dijavë ka 3 javë, ai nuk ka shkuar në dijavë plus edhe dimën na për skije na për ai ka kushtuar jetën e tij të mësojë hadithe pejgamberit alayhis salam. Ai ka shkuar, ka nini hadithe të filon, ka shkuar te filoni, ka dëgjuar edhe ka mësuar. Ka shkuar te qet dhe i ka tubu këto hadithe. Shumë e thjeshtë është. Ama këto nesën, te Ebu Hurajra, te Ebu Hurajra, dun te Buhariu, tash te Buhariu kanë dalë komplet e hadithe pejgamberit alayhis salam. Nuk i morën hadithe pejgamberit alayhis salam, ne morën vetëm Kur'anin. E ti ju thot për fat keq aty, ju thot kuranista. Këto nuk pranojnë hadith pejgamberit alayhis salam, hiç. Vetëm prej Kur'anit. Po atë në Kur'an pra na tregon si fal takshami. Sa reqati ka dreka, si prish xherimi, si mirë të abdesi, si prish abdesi, zekatin sa duhet me dhon. Atë keq që hajnë kallzo. Në Kur'an nuk janë këto. Kush i ka shpjeguar këto? Hadithi pejgamberit alayhis salam. E thonë një tjetër pikë. Ti s'e pranon hadithin e pejgamberit alayhis salam. E çish me pranon hadithin e pejgamberit alayhis salam, të cilin ka thonë me erdh Xhibrili në shpellën e Hira me 5 ajete e parë të surës Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, dhe më shtrëngoi Xhibrili mi dha këto ajete, edhe këto ajete shkruaja i tregua Hadixhës, pse çket pe beson? Ti kur i përgjinjeshton këtë hadith e pejgamberit alayhis salam, pse ket me besu, pse se përgjinjeshton edhe këtë. E nëse përgjinjeshton edhe këtë, pika të arti Kur'ani. Ç'është arti Kur'ani? Ka zujt para 1400 vjet, po. E po si të arti son dorë. Do të thotë ka ona për vjet dikujna. Pejgamberi ka kallzu sahabët e tij. Sahabët i kanë kallzu gjeneratës pas tyre. Çetër gjenerat e ditën ka ardhur me transmetim Kur'ani se ki Kur'ani ka zujt Muhamedi alayhis salam. E kur e besojmë çket, e besojmë me fjalë tjera. A mëna nuk i mund hadithe pejgamberit alayhis salam kudo ku, kush ti tregoi, kush ta shkruaj në Facebook në hadith, ai na përmar se hadithe pejgamberit alayhis salam. Në Islam ka rregulla, ka rregull se si mirë hadithe pejgamberit alayhis salam. E për këtë se dëll pak tema prej teme, ata që respektojnë prindërit kanë përgëzime të mëdha nga Allah subhanahu wa taala dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kujdes ndaj prindërve është një nga veprat më të mëdha në Islam. E shumë ajete Allah xhaleshanu mas besimit në Allahun i përmend respektin ndaj prindërve. Besoni Allahun dhe respekt ndaj prindërve. Pejgamberi alayhis salam, i cili është pejgamberi i Allahut, baba i vdish para se me li, nona i vdish moshën 6 vjeçare. Ama disa mësime ndaj ka mësuar se si duhet të respektohen prindërit. Arrit pa baba pa non e botës i ka treguar se si respektohet prindi. Si duhet të duhen prindërit.
Pa i pas gjallë, mi pas gjallë, para sa ndodhi historia do të kishim ndëgjuar pejgamberin alayhis salam me prindërit e tij. Pa i pas prindërit, na i mësoi se si duhet të duhen prindërit, na mësoi pejgamberi alayhis salam. Pra qëllësi i suksesit është respekti ndaj prindërve. Kush do me pas sukses në punë, në jetën e tij, në gjithçka, le të respekton prindërin, se me mu lut prindëri kundra teje, pejgamberi alayhis salam thotë 3 lutje nuk kanë pengesë, pranohen ato, nuk ka perde. Pranohen ato janë të pranueshme te Allahu. Një prej tyre është lutja e prindërit ndaj fëmijëve të tij. Nëse lutet, pranohet lutja te Allahu. E për këtë porosi për prindërit, mos u lutni dëna kundra fëmijëve. Ani pse të bëjnë nervoze asaj se në çat moment kur të lutesh kundra fëmijës tan, po valla se pata me gjithë zemër. Nuk e di a kemi gjithë zemër se ki, po me bëmu të pranu çaj lutje, qafa të theft. Për një thjesht se ka më djalja qika, qafa të thejt, po me mu pranua luqe, e mi me qafa kërkun djallit apo qikës. Pëthu se pëthu qatë qafa të thejt, përdojnë një fjallë të mirë në të sajnë, lutë të shka mirë, zotit drejtu, zotit të zotit të drejtu, banë dhe një luqe tjetër. E për këtë, qërë si suksesit, është respekti ndaj prindërve. E për këtë, dhe në fund, dhe disa prindër që janë gjallë, një dirë të xhenetit ki të hapur. Një dirë e xhenetit është hapur derisa ki i prind gjallë. Kur vdesin ato që e dira, mos kisha fiton të e dira, se të kanë vdek prindërit. E respekti ndaj prindërve, pejgamberi alayhis salam thotë, xheneti është nën këmbët e nanës. Tash nën këmbët e nanës. Ato çto kuranisë, ato se shasimur hadithe pejgamberit alayhis salam, do të thonë çështja nëse nona është e keqe, dhe me thonë që nejta e pas ka nërkom Shire islami kuptohet me dije, me mësim, me ullë para djetarve. Nuk mësot islami, haj që është më merë menja mu. Gjeneta është në këmbët e nanës, dhe me thonë ti o ti gjallë, o ti vajtë, nëse respekton prindin tanë, e fiton gjenetin. Le tash nona është e mirë, është e keqe, le baba është i mirë, është i mirë. Ti, si person, nëse e respekton babën apo nonën, ti e fiton gjenetin. E për drejsa i ki e gjallë prindër dhe vazhdimisht që respekton sillësh mirë me ato, me butësie, me urësi, me kretë, i të fitu një vend prej vend të gjenetit. E kus desin ato, atëra mo mbill të adjera. Por, respekti i prindëve vazhdon edhe mas vdekjes së tyre, siç na kanë mësuar dietar, si respektohet prindi mas së vdesje, që respektojsh të dashurët e tij, që respektojsh ato që ka pas shok, që respektojsh ato që ai ka respektu, kështu do të thonë jetë vazhdimsi, jetë i respektu prindërit e tu. Lutem Allah subhanahu wa taala që të na shton veprat e mira, të i bëhemi veprëmirë, që punojmë natë ditë vepra të mira, që të arrijmë miratimin e Allahut, shpërblimin e Allahut, të arrijmë dashurinë e Allahut, dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vetëm me vepra të mira njeriu mund të arrijë gradat e larta, vetëm me besim dhe vepra të mira mund të shpëtosh në ditën e gjykimit. Ata që bojnë gjunohe, inshallah Allah xhaleshanu i fal, i mëshiron, ja zbuz zemrat. I lutim Allah subhanahu wa taala të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund e lutim Allah kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illallah Muhammadur rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.